do të kalojmë tani tek filmat, 5 filmat që ne sugjerojmë sa herë që është Kinotek në Sol, në valët e Radio Sol 89.0 FM, do t'i përmendim dhe pastaj do ndalemi pak më gjatë se cili prej tyre. Do ta nisim me Underground i vitit 1995. No Man's Land i vitit 2001. The Death of Mr. Lazarescu i vitit 2005. Prometheus i vitit 2012. Dhe i fundit po jo për nga rëndësia, Tony Erdman i vitit 2016. Tani vazhdojmë të flasim shkurtimisht pak për përmbajtjen, pak për fitimet, se ne vdesim për shifra. Po sigurisht. Tani son apo tani zështi? Po, si të duash. Hajde bëjmë kujt i bjeri pesti. Okej. Nisi ti atëherë. Po nisun atëherë me Underground të vitit 1995 me regji nga Emir Kusturica. Një epik ballkanike që ndërthur komedinë absurde me tragjedin historike që tregon dy kontrabandist që fshihen në një bunker për dekada të tëra, duke besuar se lufta ende vazhdon. Underground është një alegori për mashtrimin, mitet dhe manipulimin politik. Me një buxhet prej $10 milion, ishte një nga bashkëprodhimet më të shtrenjta mes Evropës lindore, financuar nga Franca, Gjermania, Hungaria e të tjera vende. Është fitues i palmës së artë në Cannes në vitin 1995 dhe ka tërhequr patjetër një vëmendje të madhe ndërkombëtare për rajonin e përfshirë në luftë dhe sot e kësaj dite mbetet një kult klasik. Do të ngelemi në Ballkan, do të ngelemi sërish tek regjisor bosnjak No Man's Land i vitit 2001 Denis Stanović, një satir therrse mbi absurditetin e luftës dhe paaftësinë e politikës ndërkombëtare, ku dy ushtar, një bosnjak dhe një serb, mbeten të bllokuar në një hendek midis vijave të frontit të luftës. Skena ndërtohet si një teatër i hapur për gazetarë dhe organizata ndërkombëtare që sillen më shumë si spektator sesa si zgjidhës të problemit të luftës. Filmi pati një buxhet modest prej vetëm $2 milion. $2 milion, buxhet modest i thënë gjinse. Për atë film, po. Sigurisht. Por realizoi mbi $16 milion fitime, sidomos pas fitores së Oscarit për filmin më të mirë të huaj në vitin 2002, është një fitues Oscari pra. Një shembull i shkëlqyer i suksesit e një filmi politik me përmasa të vogla nga një vend ballkanik, por me ndikim shumë të madh. Dhe vazhdojmë tek i radhës The Death of Mr. Lazarescu i vitit 2005 me regji të Kristi Puju. Një dramë ngjeshur dhe realiste ku një burr i moshuar endet me spitaleve pa marrë ndihmën e nevojshme, ndërsa sistemi shëndetësor e trajton si barë. Është një realitet që ndodh thuajse në çdo vend. Kjo kemi dëgjuar plot histori të tilla edhe në jetën reale. Me një stil gati dokumentari, filmi është një kritike e ashpër ndaj burokracisë, dehumanizmit dhe indiferencës institucionale. Është prodhuar me një buxhet prej vetëm €350.000, por arriti që edhe për shkak të buxhetit të ulët krahasuar me filma të tjerë të bëhet një simbol i valës së re rumune, duke u shfaqur në mbi 30 festivale botërore, fitoi çmim në festivalin e Cannes dhe vlerësohet si një nga dramat sociale më të rëndësishme të Europës lindore. Mirë, do të shkëputemi tani nga Evropa lindore, do të shkojmë në Hollywood, atje ku regjizori i famshëm dhe i madh Ridley Scott ka bërë Prometheus në vitin 2012, një thriller filozofik që rikthen mitin e Prometeut në formën e një udhëtimi kozmik për të zbuluar origjinën e njerëzimit. Një grup shkencëtarësh ndeshen me forca superiore dhe kuptojnë pasojat e guximit të tyre për të sfiduar krijuesit. Filmi u realizua me një buxhet të madh, gati $130 milion dhe fitoi mbi $400 milion globalisht, duke provuar se një blockbuster mund të jetë njëkohësisht thellësisht mitologjik dhe filozofik, diçka që ndodh rrallë zakonisht për blockbusterat. Dhe shkojmë tani tek i fundi, Tony Erdman i vitit 2016 nga Maren Aid, një baba përdor humorin, rolet dhe maskat për të çliruar vajzën e tij nga kthetrat e një jete të zbrazët korporative. Një tragjikomedi moderne që përzien klonin me filozofin dhe baban me mësuesin. Me një buxhet rreth $3.5 milion, filmi realizoi fitime mbi $9 milion. Sa lezetshëm edhe euro edhe dollari duam të gjitha. Është vlerësuar si filmi më i mirë në festivalet më të mëdha të filmit, duke përfshirë këtu festivalin e filmit në Cannes, Toronto apo Berlinale. Dhe është nominuar për Oscar dhe Golden Globe. Shuhet për tonin letrar, mizanskenat emocionale
emocionale të gjata dhe rolin e maskës në marrëdhëniet njerëzore. Shumë interesante. E ne sa dalim nga shtëpitë tona çdo mëngjes, un jam e bindur të gjithë e veshim një maskë. Sigurisht. Mirë, nuk kemi filma, vetëm filma, kemi edhe libra gjithashtu. Dhe do të vijojmë me një herë për mendim së pari faktin që do të kemi 2 libra si çdo episod tjetër, Zoti Presidenti vitit 1946 nga Miguel Angel Asturias dhe pastaj më tej Otello, Arapi Vlorës si viti 2014 nga Ben Blushi. Por të ndalemi tek Zoti Presidenti vitit 1946. Është një roman themelor i letërsisë politike dhe ekzistenciale që paraqet jetën në një regjim diktatorial të paemërtuar në Amerikën Latine. Përmes një stili poetik, plot me simbolik dhe tronditje të brendshme njerëzore, Asturias zbulon mekanizmat e dhunës, frikës, manipulimit që e shndrojnë në fakt njeriu në hije të vetvetes. Vepra është përkthyer në shqip nga Petro Zhej dhe është një nga librat më të fuqishëm që trajton pushtetin si teatër i mizorisë. Ka ndikuar thellë në letërsinë botërore dhe ishte një nga arsyet kryesore që autori fitoi çmimin Nobel për letërsi në vitin 1967. Otello, Arapi Vlorës, viti 2014 nga shkrimtari Ben Blushi, është një roman që përthith elemente të Shakespeare-it për të rrëfyer një histori shqiptare në thelb, të vendosur në Vlorën otomane të shekullit të 16. Ngjarja eksploron konfliktet kulturore, xhelozinë, pushtetin dhe manipulimin në një shoqëri të ndarë mes shqiptarëve dhe hebrejve, mes islamit dhe të krishterëve, mes burrave që sundojnë dhe grave që humbasin. Libri është vlerësuar si një nga më të mirët e autorit dhe ka fituar çmimin evropian për letërsi në vitin 2014, duke afirmuar autorin si një zët fuqishëm të letrave shqipe bashkëkohore që ndërlidh historinë me aktualitetin politik.